Cili ka mund tjetë më pas edhe bilanci. Po, masakrat e mëdha, po. Në anën tjetër, po besoj që të bësh punën që te ke bërë, ka qenë jashtëzakonisht e rrezikshme. Marr parasysh rreziku direkt që ju jeni ekspozuar në këto luftra. Mbani mend cila ka qenë ndonjëra prej situatave më të rrezikshme që ti ke pasur më pas, edhe si ke arrit ndoshta me menaxhu frikën? Shikoj, t'ju thonë vërtetën, në Sarajev, kur filloi lufta e tmerrshme, thonë këta anglezët hap mas hapi, step by step. Ti për shembull vdesni njeri dy, edhe ti vrapon me kamerë me xhiru. Çka është koka, çka është mendja? Mas 2 vjetë ti e sheh njerin e vdekun edhe sheh një mik. Nuk tepaj që ka vdek, mësa një qenë apo një mac. Ti e fol shokun, nuk reagon. Se bosh ti një, bosh si edhe ti do të vdes. Për shembull frikën, jo frikën, por që ku mjek se hap mas hapi hup frika. Adin larg qoftë bosh njëjtë. Po vdes prindi, ti mërzitesh 1 javë, 2 javë, një muj ti atë kurse haron. Por sa do kudo mësohesh si je pa prind. E di rastin e parë që më ka trondit kështu shumë është, kështë qenë një familje baba non me 2 fëmijë duke ngranë ushqimin, edhe mu më thojnë ka ra një bomba dhe është ka shumë të vdekun. Edhe unë shkoj him banes, edhe kërë shatë merë baba, nona dhe prind, adin i kështë mytë granata, gjithë aty, adin ishin që thojnë të rëzum për i tavolinë, si kanë qenë ushqimi aty, pjatat, adin aty tharsyl, adin kiamet, adin mu hjek diçka, thash, hajde se bosh një, do të vdes, mu nalë, nuk do të nalë. Pra nuk e mendove që dërzoshe, duke parë gjitha këto pomje? Jo, se e kishna një siklet mrena, e kishna një fuqi, edhe ishna kamerman profesional. Pse ndjeshe ka që detyrushme që ti dokumentosh këto? Ne ishme mësue në Kosova, se të ne filloj për të njëse, të na mile, mu më kujtoj si sot Bosnjak në fillim të luft, para se një fillu lufta, ishna një 2 vet në atë jutelin, si thash, ju e këna bon transmitimin, edhe më kujtoj si sot, si gjithë më thëshin muë, atje kloko që më bjem, më thëshin kloki, por që di, adin Suleiman Sullo me më thira, adin ata kloki, thëshin ti e ngarkum për Kosovës, se nuk është këtu që ashtu situata, që shmenoni ju. Edhe vërtet, ma vërtetoj, ma ndej do fjallë, se ata s'kanë qenë të ngarkum Bosnjak, as pak s'kanë qenë. Bile thojnë si në Kosovë, ma shumë t'i kanë rej ata. Edhe me thonë të vërtetën, kur duke u këthyun për Slovenisë, këtë regim më patë fascinue, edhe tash tenkat, armata Jugoslave u tërhjeke për Slovenisë në Bosnë me ardhë, edhe unë e nalëna ka Tuzla, ishte dalë njerës në qytetë, si për para titën, ose njeri me prit, me aplauz, ishte dalë njerës i prisë që në armatën Jugoslave, që pëhinë Bosnë me lullja, edhe 90% janë musliman Tuzlës, i prisë armatën Jugoslave. Edhe unë nalë e bona një të regim, thash këta ala, po nduket nuk pëdin që ka do të ndodhë këtyna. E mande i gjatë luftës, kur filloj halakama, me mytë, me bo ato, ma bëshën, ti e pas ke ditë. So puna që kom ditë, po kështu janë ata të frymëzum, adin sërbë që me vra me mytë edhe... Nga të gjitha 7 luftrat, në cile ka qenë ndoshta më vështirë edhe të gjirohet, të merren pamje, në cilën ka qenë edhe më rrezik?